ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Loredana Brati, kohë pas kohe është mjaft aktive në rrjetet e saj sociale. Ditën e dieshme, ajo ka njoftuar ndjekësit se është rikthyer në Itali, ku ka ndarë pamje nga atje. Loredana shumë herë gjatë qëndrimit të saj ka treguar se Italia është vendi më i dashur dhe i bukur për të, ku kaloi disa pjesë nga fëmijëria e saj. E po vlen shpreha se dashuria e vjetër nuk harrohet kurrë. Loredana ka qenë ndër banorat më të përfolura në rrjet, veçanërisht për lidhjen e saj me Jozin, e cila mbetet ende e paqartë nëse vazhdon apo jo. Për sa kohë ishin në shtëpinë e famshme me rikthimin e Jozit, ata u pan mjaft të afërt dhe me sa duket e konsoliduan lidhjen e tyre, por pas gjestit të Jozit që bëri në natën gjysmëfinale, Loredana me sa duket ka shkëputur marrëdhëniet, por vlen edhe ideja se lidhjen e tyre po e mbajnë në fshehtësi të plotë. Se çfarë po ndodh, e dim vetëm se ata. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.